Artisti shqiptaro-italian i artit pamor Stefano Romano zhvilloi një takim në Bibliotekën Shkencore të Universitetit të Shkodrës, jo vetëm me pedagog të këtij institucioni, por edhe me aktivistë dhe përfaqësues të shoqatave që merren me mjedisin dhe hapësirat publike. Edhe pse tema e tij u përshëndrua tek arti në hapësirat publike, Romano nuk la pa përmendur edhe zhvillimet e fundit në vend, ku prej një muaji po punohet për lirimin e hapësirave publike. Unë mendoj që lirimi i hapësirës publike është një gjë e mirë si koncept. Pastaj në mënyrë se si bëhet futemi në muhabeti politik, pra sa do të jetë aftë politika të shkojë deri në fund të kësaj ides që pastrimit të hapësirës publike. Por besoj që është një hap i rëndësishëm për të kuptuar që hapësira publike i përket njerëzve dhe jo prona private. Procesi i integrimit në Bashkimin Evropian rrit edhe më shumë përgjegjësinë që kemi për mjedisin dhe hapësirat publike. Besoj se ka atë lloj standardi, sepse duhet të mendoj hapësirën publike jo si një vend fizik, por si një vend ku bashkohet dëshirat e populatës dhe jetohet nga populli, nga njerëzit. Në këtë kuadrin besoj që Shqipëria është në të njëjtin nivel të shfrytëzimit të hapësirës publike se sa shteteve të tjera të Bashkimit Evropian. Kjo duhet lirohet, po them. Sa i përket qytetit të Shkodrës, Romano u shpreh se megjithse ka ende shumë për të përmirësuar në aspektin mjedisor dhe të hapësirave të përbashkëta, mbetet një qytet i veçantë dhe i preferuar nga të huajt. Shkodra, me thënë të drejtën, është, unë e kam thënë gjithmonë shok të mi artist italian që nëse nuk do jetoja në Tiranë, Shkodra është vetëm një qytet ku mund të jetojë aty në Shqipëri, sepse ka një marrëdhënie me hapësirën publike dhe që është akoma, po themi, më e ëmbël se sa për shembull Tirana, ku është më agresive. Gjatë këtij takimi ai theksoi se koncepti i hapësirave publike po zgjerohet çdo ditë më shumë në botë. Sot nuk flitet vetëm për territorin fizik, por edhe për mbrojtjen e hapësirës publike në internet. Romano prej vitesh është i angazhuar në veprimtari akademike universitare në Tiranë dhe është njohës i mirë i realitetit mjedisor dhe urban të Shqipërisë.